Përshëndetje. Nese, përshëndetje. Nuk ka si gjë, po u ngatruam, po për dhe një lajm, kështu që nise vetë. Po se ti ma bëre me shenjë, kështu që... Jo, po e bësha nga vetja. I thash dhe regjisë dhe po e bëja dhe nga vete. Po jo, jam të umajtë, se na mungon në mërësiti, leta me regjia plan dysh nuk ka rëndësi kushenisë. Sot, ministra e brendshme, që në logjikën e procedimit penal që do ndjek i Spaku me duke shpallur më sakt në nënhetim zyrtar zonjën në procedim penal ministren e infrastrukturës dhe energjisë dhe zëvendës kryeministren e Shqipërisë, zonjën Belinda Balluku, pas kësajt njohjes akuzës themi, po nuk është akuzë ende se nuk është konkluduar nga prokuroria, po kalojmë nga fazën e hetimi para prak në fazën e procedimit penal kur zonja Balluku njihet se është person i pandehur deri në momentin ku do shkojë çështja nëse vlerësohet nga prokuroria që çështja do përfundojë në gjykatë. Për shkak të veprës që dyshohet se mund të ketë konsumuar subjekti në fjalë pra zonja Balluku dhe përflitet ose thuhet se ka të bëjmë me monitorimin e tenderit të tunelit Llogaras, pra 2 milion euro kompanisë, e cila zonja Balluku ka dalë përgjimet e telefonit të Erviz Berberit, ose në biseda telefonike mes tyre. Kështu që zonja Balluku sot Ermal mund ta thosh një gjë më tepër se nga kush shoqëroi se ishte pak i paqartë lajmi deri më tani. Deri në këto momente, ajo të çfarë ne shikojmë është që zëvendës kryeministrja e Shqipërisë zonja Belinda Balluku është paraqitur ditën e sotme në Spak. Në bazë të edhe asaj se çfarë tha zoti Dumani, ajo është në hetim për një sër, por ajo më shumë që flitet lidhet me tunelin e Llogaras, një aferë e cila në fakt është dhënë dhe nga ish kryeministri Ameta, i cili ndodhet në Arrati dhe i cili në asnjë moment nuk ka pranuar të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë me Spak sepse nuk ka besim te ato institucione, por ka zgjedhur të nxjerrë informacione nga jashtë dhe Spak tashmë ka marrë në hetim deklaratën e zotit Ametaj dhe ka pasur indicje. Ameta është përgjigjur që nuk kam pse të jem bashkëpunëtor për sa kohë nuk kam bërë një krim. Nuk kam bërë ndonjë krim. Ajo që lidhet me ditën e sotme vetë zonja Balluku është paraqitur që në momentet që ne flasim aktualisht ndodhet brenda dyerve të Spakut, është shoqëruar nga motra e saj në informacionet tona e cila do të jetë avokate e saj dhe ka qenë dhe këshilltari i saj për komunikimin që është paraqitur së bashku me zonjën Balluku në dyert e Spakut. Në anën tjetër, interesi është shumë i madh për të kuptuar që tashmë kur zonja Balluku do të dalë nga dyert e Spakut, çfarë vendimi do të ketë? A do të jetë një person në hetim? A do të jetë një person i cili do t'i komunikohet akuza? Konkretisht çfarë do t'i komunikohet akuza? Do të ishte mirë që Spak vetë nxirrte një deklaratë që mos ta linde në duart e gazetarëve për ta mençuar se për çfarë po hetohet apo mund të jenë dhe çështje të absolutisht jemi të spekulime për momentin për çfarë është folur deri tani nga pak informacione që kanë dalë. Në këtë kontekst, por ajo që duhet kuptojmë është që tashmë Spak ka arritur në nivel shumë të lartë. Dhe panorama e tillë deri në këto momente që ne diskutojmë, anë i lidhet velia i pasekurave, aktualisht që ne flasim është në gjykatën kushtetuese dhe ku dha këndvështrimin e vet së bashku me avokatët, numri 2 i qeverisë tashmë dhe njeriu i cili është njeriu politik i Tiranës, sepse politikisht është zonja Balluku e cila nga kush shoqëroi zonja Balluku nga këshilltari i saj dhe nga motra e cila ishte është avokatja. Më duket familja Qirko. Po. Në këtë kontekst, dy njerëz saj të besuar, këshilltari e ka shoqëruar dhe herë tjera në Spak, por ajo që diferencon është gjithë vëmendja për shkak se ka kaq ditë që mendohet apo qarkullohet. Mendon se ishte e qëllimshme që zonja Balluku zgjodhi datën e sotme për të shkuar, sepse prokurori më sa u tha, pati lëna e priste të hënën në prokurorinë e posaçme, pra prokurori Dritan Prençi, le ta themi, e priste të hënën ose ishte njoftuar për të hënën, por për shkak të angazhimeve së zonjës në angazhime, pra vizita ndërkombëtare për shkak të
bashkëpunimit midis dy vendeve, nuk e di, njëri ishte në Zvicër, njëri diku tjetër, Berlin, mos gaboj, e ka lënë jo pa qëllim ditën e sotme me që dhe Erion Velia është në gjyq, a do jetë zonja Balluku, do të mbajnë njëjtin qëndrim si Erion Velia për shkak që në krisjen e marrëdhënies, që unë e dyshoj dhe e them që ka një krisje të marrëdhënie me kryeministrin Edi Rama, dhe a është mesazh ky për Edi Ramën që tashmë jo vetëm Velia që e pranoi publikisht që është arrestimi i tij është politik, do rreshtohet dhe pas Arben Ahmeta do rreshtohet dhe Belinda në krah të unë mendoj Anëri në gjithë të panoramë. Në krah të penduarve, po të pa deklaruar si thuash, më kupton. Duhet kuptojmë që në gjithë të panoramë nuk mjafton të blesh kohë. Pra, në sensi nuk shkon të anë, mund të jetë një zgjedhje strategjike për shkak se sot që ne flasim, vetëm a leve diçka. Kemi portofolin Arben Ahmetaj, kemi firmën Belinda Balluku, kemi imazhin Erion Veliaj, spak mira po keq, besoj se i ka penalizuar, ka bllokuar, e ka arrestuar dhe gjykimin ti po godet Edi Ramën, nuk po godet më... Anëri, para se të kaloj tek pjesa se kë godet spak, do doja të analizoja si zgjedhje strategjike. Vetëm ma ndiqi që nëse ndel zonja që ose mund është... Jo, për momentin nuk ka... për momentin për shkak se sa do të shkoj... Mund të vënoj, absolutisht, patjetër. Tani, dua të them vetëm diçka që lidhet drejt për drejt me këtë ngjarje të sotme. Për shkak se ajo se çfarë po ndodh në këto momente, strategjikisht mund të ndodhi. Pra, për shkak të agjendës nuk ka zgjedhur të Ana, sepse mbase Ana ishte një ditë më e thatë, pra kuptimin gjithë kamerat projektoheshin tek zonja Balluku, dhe ka zgjedhur ditën e premte për shkak se interesi i madh se çfarë do ndodhi me Veliaj, interesi i madh se çfarë do ndodhi me kushtetuesen, dhe interesi i madh përsëri është a do të kemi zgjedhje apo jo në Tiranë. Dhe zgjedhje në Tiranë nuk ka. Dhe në këtë kontekst, midis ngjarjeve që ndodhin. Nuk ka tani të paktën. Jo, në kontekstin e asaj se çfarë po ndodh. Nuk kanë variant Rama. Edhe presidenca. Thelbi qëndron që në gjithë të panoramë, duhet të analizojmë që çfarë po ndodh konkretisht. Kur them çfarë ndodh konkretisht, lidhet me faktin që kush e merr vëmendje më të madhe. Pra, nëse sot ka ndodhur dhe një ngjarje tragjike dhe një lajm i zi për kombin shqiptar. Tragjike është e madhe, po tragjike është kur vdesin shumë veta. Apo është ngjarje trisht. Një ngjarje trisht. Një ngjarje trisht, e cila lidhet edhe me kombin shqiptar, sepse ishte një njeri, zoti Vatosnano, ka qenë një njeri i cili ka pasur kontributin e vet në etapa politik të caktuar. Dhe në këtë kontekst... Po mos janë 3 gëzime në një ditë për Ramën? Jo, nuk e shikoj në këtë këndvështrim. Po unë po bëjmë avokatin e djallit, e kuptoj shumë mirë. Mos janë 3 gëzime në një ditë për Ramën, e kanë fjalën se... Si e shef Rama këtë, se ne e dim se çfarë është për ne. Shko, konkretisht, dita e zgjedhjes sotme nga zonja Balluku mund të jetë dhe një zgjedhje strategjike. Pra nëse i marrim dyja këndvështrimet, mund të jetë dhe koincidencë, por në politikë s'para ndodhin koincidencat, por mund të jetë dhe një zgjedhje strategjike. Këtu kanë qenë edhe mbroj drejtorin edhe dije Anri prati përsëri pas dite, një ngjarje e cila lidhet me një nga ngjarjet më të rënda, 21 janarin, dhe dje pati zhvillime. Por sot, graviteti i opinionit publik, po të shikohet të gjithë, gjykata kushtetuese për herë të parë në YouTube ka vajtur 2K. Po 2000 ca. Po 2K në, do me thënë... Po ta kishin monetizuar? Jo, ditë rroga ca. Thjesht qëndron që kur je 2K tregon interesin madhor që kanë për ngjarje. Po ishin gjithë mediat që e raportuan. Po këtë do ta bëjnë gjithmonë, por interesi i madh për Tiranën. Facebook nuk e kishin nxjerrë pra, vetëm YouTube. Jo, nuk e pra. kishin nxjerrë, vetëm YouTube. Aty është maci. YouTube është maci më edhe Facebook e mat. Po, e mat me edhe në e mat qartë se futëm dot në live është. Në këtë kontekst, në këtë zhvillime ka qenë një zgjedhje e dur për shkak se Belinda pse zgjodhi motrën ta përfaqësoj dhe një studio ligjore ndoshta
Nuk po them se motra nuk është në lartësinë e dur, po flas ndoshta. Shko, Andrej, këto unë mendoj që këto janë zgjedhje personale dhe raportet me avokatin. Po këtë do të thoshë, raporti me avokatin duhet jetë një raport i shenjtë. Më thënë, po e kam parimin avokati, psikologu. E kam parimin, po ndodh që aty luajnë interesa madhore. Ne duhet kuptojmë që ajo çështje flitet për shumë interesa. Nuk ka, jo, nuk mund të ketë, shko, kjo është prandaj po them. Po se ndihet e kërcënuar, mund të ketë di motiv që mund të jetë e kërcënuar zonja? Po ka shumë motive sepse përfaqëson një sër interesa. Dhe është në një rrugë e cili është një rrugë për pushtet, dhe është një rrugë që duhet jo vetëm të mbijetosh nga thikat, por duhet kesh pranë vetes vetëm njerëz të besuar, tek avokati, tek këshilltari, tek asistentja, sepse çdo material që mund të dali, mund të jetë një material që ti e shikon të parëndësishëm, ajo flet mund të bëj gropën. Sepse çfarë ndodh? Në momentin që ty të rrëshket këmba me atë material pastaj, të gjithë ata që ti i ke pasur armiq, ata do të mundohen të të shqyejnë. Dhe në këtë mendoj që është një zgjedhje dur. Një zgjedhje e them në syrin që okej, s'ka besim, është në zgjedhjen e saj, por më mirë thot me motrën time dhe e di që deri ku do shkoj, sepse ai avokatu mendoj që do t'i bien çështjen, do t'i bien materiale. Ai do kërkoj materialet e prokurorisë. Ti do të thuash prokuroria po ka ndërmend dhe i nxjerr nga ana tjetër. Ajo merr masat e veta në këtë pjesë. Se çfarë bën prokuroria pastaj është gjë tjetër. Por në masat e veta dhe në atë se çfarë ajo mund të diskutoj me motrën e vet, nuk mund ta diskutoj me çdo avokat. Pavarësisht se parimi që avokati i merr dhe ruan sekretin sepse ashtu. Por në këtë situatë kur zonja Balluku, për shkak të pushtetit madh politik që ajo ka marrë, për shkak të konteksteve dhe të zhvillimit të ngjarjeve brenda Partisë Socialiste, për shkak të ambientit dhe për shkak të një situate e cila me sa duket anëri ky pushtet, ky mandat i katët më shumë ju ka sjell strese se sa benefite, se në terma benefite ata i kanë mbyllur. Po. Jo, dakord, jam shumë dakord me këto. Problemi është që Ermala mendon se si do tani fakti që ne dalim televizor përpara një ngjarje, edhe për shumë kur flasim për Erion Velia në kushtetuese, kur flasim për presidentit, ne gjithmonë logjika jon vjet në provë në aspektin prapa veprus. Pra, ne duhet t'i themi njerëzve sot, me aq informacion sa kemi, se çfarë ndodh në këto kushte ku është Belinda Balluku. Pra, nuk jemi në cilësinë e raportuesit dhe do doja të diskutoja me ty që, për shembull, me Belinda Ballukun, beson se do zbatohet standardi që është zbatuar deri më tani me këta të tjerët? Prit, qoftë mediatik, qoftë politik, qoftë nga ana e organit akuzës, apo edhe në aspektet tjera të ndërkombëtarëve, në reagime, apo më the thash se mund ta çoj për te duke shpallur në ngrata, se ka pas dhe zëra që zonja nuk shkon dot në Shtetet Bashkuara. Nuk ka asgjë s'është e konfirmuar. Dua ta them paraprakisht. Por një kjo, e dyta, a do kërkoj pak pezullimin e zonjës nga detyra? Sepse për çdo vepër që mund të procedohet penalisht Belinda Balluku, për çdo vepër, pozita e saj, sikurse pozita e kryebashkiakut e rëndonte, si thuash, pozitën ose në akuzë apo gjyqësore të zotit Veliej, pra që mund përsëriste njëjtën vepër penale, mund ndikonte tek si thosh në prishjen e provave, por dhe duke ndikuar dhe tek këta që bëjnë deklarime dëshmitarët. Zonja Balluku ka dy pozita shumë të rëndësishme. Në fakt, çfarë do lloj, edhe favorizimi në tendera, apo korrupsion pasiv apo aktiv. Po kryesisht pasiv për shkak se funksionare që është. Pastrimi i produktit vepër penale. A e rëndojnë pozitat e zëvendës kryeministres dhe ministres të transportit dhe të energjetikës zonjën Balluku që spak a do marri, do zbatoj standardin që t'i kërkojë Edi Ramës pezullimin? Dhe kur shkojmë te pezullimi,
a mos po e heq qafe Edi Rama, po bëjmë prapa avokat në djallit, po kthehemi nga krau opozitas, a mos Ramës ishe kthyer penin dhe jesi, thënë ta të huajt, pra një kështu gjemb në këmbë Belinda Balluku dhe nuk e shkarkoi para disa muajsh dhe rikonfirmojnë detyrë që unë ta kam thënë që raportet e tyre kanë qenë shumë të këqija. E vazhdojnë të jenë, ai nuk e sipas atyre që më thonë mua brenda kryeministrisë, ai nuk e duron dot fare zonën Balluku. Qoftë kur ecën korridore aty se për shkak të pompozitetit që ajo tregon her pas here dhe tani do ta pranojnë që është zonjë shumë e fortë. Do të thash nga më të fortat që ka parë pak ka parë Shqipëria si Belinda Balluku. Por e fortë po parimisht a jemi se një gjë është t'jesh i fortë, një gjë është t'jesh i fortë duke shkelur çdo lloj parimi, morali, kodi, ambicie. Pra, zonja Balluku do shkarkohet nga funksionet e saj, apo Rama do e mbaj. Dhe nëse shkarkohet nga SPAK-u, ishte e vetmja mundësi që Edi Rama ta hiqte qafe Ballukun? Shko, do të ndaloj tek pyetja e parë. A duhen të zbatojnë njëjtat standarde? Në sytë e mi duhet zbatojnë njëjtat standarde. A do i zbatoj? Po ja, jo a duhet. Jo, një sekondë. Dhe a do i zbatoj tani të kalojmë tek kjo pjesa tjetër. A duhet të thash që po. A do i zbatoj në kontekstet e ngjarjeve që unë kam parë? SPAK ka vepruar në njëjtin formë, pra nuk ka ndryshuar. Tani, këtu do të qëndrojmë anëri dhe këtu dua... Jo, ashtu veproi dhe SPAK më përpara. Problemi është rrjedhja e informacionit që doli te gazetarët dhe në media. Po, këtu... Rrjedhja e informacionit që doli në politikë, që e gjetën shesh e bën për shesh. Anëri, këtu unë mendoj pastaj që... Këtu do veproj njësoj. Këtu unë mendoj që për shkak të rrethanave, dhe kur them rrethanave, po të shikosh, duhet kuptojmë që jo të gjithë, pra, sot sa gazetar ka që mund të mbajnë qëndrime kundër zonjës Balluku? Ska. Tani këta o kanë frikë, o janë të kushtëzuar. Kushtëzuar se për frikë. Okej. Zotja di njeri. Dhe në këtë kontekst, edhe SPAK-u mund ta marrim në kontekstin që mund të kenë... Ne thonin do ikten SPAK, këta mediat Shqipëri bënin sikur role etike, të jepnin Ballukun që thoshte do lidhim Shqipërinë me Zvicrën me tunele, me tren. Në këtë kontekst ani nuk ka shumë rëndësia del në media, nuk del në media informacioni apo jo. Rëndësi kanë standardet si do veproj SPAK ndaj zonjës Balluku. Po jo, nëse del informacioni media shkelje standarde, nuk është problemi. Ore, dakord, por jo vetëm kaq. Por unë them në respektimin e gjithë procedurave ligjore. Por e kështu duhet jetë? Po në këtë kontekst tem. Se tani ne bëjmë dhe atë që ne themi që zbatojnë këtë dhe pastaj ankojmë pse e zbatuat atë. Po nuk e kam të pjesa se pse e zbatuat atë. Unë jam të pjesa që çfarë ndodhi tani që po zbatohet kodi procedurës, po zbatohet sekreti hetimor, edhe dalja dosja në pazar duke bërë një subjekt të SPAK-ut apo të prokurorisë posaçme duke bërë objekt parajgjykimesh dhe spekullimesh me informacione që shef një prokurori. Pra duke e shkatruar imazhin e individit. Siç u operua me Rion Velia në burg. Po e di çfarë më thuan këtë pjesë. Pavarësisht se unë qëndroj kësaj teze dhe kam thënë shpeshherë. Brenda SPAK-ut ka interferenca politike dhe për të goditur një kandidat. Ka qarqe, po dihet ajo punë. Në sytë e mi, aty i vetmi ishull i paprekur që nuk interferojnë dot është pjesa e zotit Dumani dhe 2 a 3 prokurorë të ndryshëm. Pastaj se si rrjedhin informacionet, aty kuptohet që valencat politike bëjnë vetën. Ajo se çfarë lidhet me faktin që unë s'jam dakord, edhe kam thënë edhe kur Veliajt i dolën materialet që u bën edhe u krijua vorbulla, unë dua që atë do të shkoj do të SPAK dhe si veprojnë në rastin që zonja Balluku është zëvendës kryeministre. Pra, çfarë procedure do ndjeki SPAK? Do e çoj tani sepse ne duhet presim si a do shpallet njëra, a do i komunikohet që është e pandehur zonja Balluku apo jo? Dhe në momentin që ne mësojmë çfarë i ka komunikuar zonjës Balluku... Ne nëzorën një qikë me pikatore këto gazetarët e SPAK-ut, që ishte kjo tenderi, kështë akuza, procedimi penal i parë, se ka disa kallëzime në SPAK. Kam dhe diçka mbi këtë pjesën, Andri. Në momentin që ngjarjet vazhdojnë, SPAK-u mund të kapet tek
tek një shifër që është 2 milion euro, dhe nuk është 50. Por ne kemi parë që nga 2 milion shi, pastaj dalin 50, 100, 300. Pra ne duhet si gazetar, apo si opinionist, apo si njerëz, ne duhet i gëzojmë i fakti që po e merr mundimin që ta hetoj. Sepse kemi parë figurat larta që nuk janë prekur në vite. Dhe ne nuk mund ta parcelizojmë diskutimin që pse u mor me 2, po nuk u mor me 10. Se ne nuk e dim çfarë do sjellë jetimi. Erviz Berberin kur... Nuk jam dakord për të, po e di shumë, ti e di pse s'jam dakord. E di, jam dakord. Por duhet kuptojmë dhe kontekstin ku jemi. Se duhet të shikojmë edhe në çfarë konteksti jemi, në çfarë konteksti kemi qenë. Po, kemi ngrit një strukturë, po bëja një analizë dhe nxora fije për pe çdo individ të spakut, pra flas zyrtar të lartë jo si Belinda, se Belinda është në atë hierarkinë më të lartë digasterit ose të qeverisë, po flas dhe pak më poshtë në nivel drejtorësh apo funksionarësh, zëvendësministras ose drejtora ka datë, sot spaku me vendim të formës së prerë. Dje kam nxjerrë gjithë 1.000. Me vendim formës së prerë, që ta shpjegojmë edhe për publikun, për atyre që na ndjek, me vendim formës së prerë ka vetëm 2 të akuzuar për korrupsion. Dhe di kush janë? Alfred Beleri, i kapur në flagrancë, për shitblerje votash, korrupsion zgjedhor. Jo ky korrupsioni që na mungojnë 600 milion euro. Dhe dikush është tjetri. Safet Gjitsi. Për çka korrupsioni? Për aferë seksuale në zyrë, që gjykata e posaçme e shkallës së parë e dënoi për shpërdorim detyre, se në fakt shpërdorim detyre është. Por apeli pastaj e ktheu e dënoi me korrupsion, por në të njëjtën i shtuan dhe 1 vit gjap korrupsionin. Gjykata posaçme e apelit e dënoi për korrupsion 4 vite, për një aferë seksuale në zyrë, që në fakt do të ishte shpërdorim detyre. Dhe këto ishin të dy të dënuarit në fjalë me vendim formës prerë, kanë qenë për shkak kushteve të flagrancës. Më kupton që do të them. Pra në ngjarje të flagrancës, pra zoti një pari u kap sipas pretendimeve të prokurorisë posaçme, u kap duke bashkëpunim me prokurinë e Vlorës, mos gaboja, policinë e Vlorës, u kap duke paguar vota, duke përshitblerje votash, dhe i dyti u kap duke kryer marrëdhënie intime në zyrë, duke premtuar personit fjalë se do i bënte një punë të mirë. Po, kjo ngel edhe te GK-ja, pesha. Po patjetër, po. Unë them spakun e kam për të dyja. Po mirë, po domethënë është ndryshe. Jam dakord. Po nuk e, prokuria mund të kërkojë edhe qiqran hellore, po unë faj më i madh ngelet te GK-ja. Faji spakut është mungesa profesionalizmi, zbatimi standardeve. Të standardet, faji i vendimeve. Po tani nuk besoj se GK-ja ka shkel vendimet ose i ka shkel afatet. Mund të ketë zgjatur procedurat nëpërmjet të linjave. I vetmi ku ka shkel afatet është Lefter Kokat, incineratori i Fierit, që ka 3 vite i vetmi. Ka të tjerë, po e flas se është de facto me vendim gjykatës, është gjyqtari Ron Bani, nuk i pezulloi masën arrest me burg Lefter Kokës për shkak të paraburgimit për incineratorin e Fierit, ndërkohë këtij i kishin mbaruar 3 vjet afatet e hetimit. Pra nuk lejohet që të rish 3 vjet në burg, të presësh një hetim, sa ashtu mund tek ty mba 10 vjet në burg, tjetrin në burg. Edhe po e hetoj unë. Kam nevojë çik për kohë. Standardet jam dakord. Maksimumi deri në 3 vite mund ta marrësh dikën në burg pa kaluar në akuzë direkte. Standardet jam dakord. Që ne kërkojmë standarde brenda ditës. Se thot Ilir Osmani, këtë po thoya që Safeti dorëzoi armën e krimit. Nuk është problemi Ilir për Safetin që nuk dorëzoi armën e krimit. Problemi është se SPAK sot paguhet miliona e miliarda shqiptare, jo miliarda monedha tuaja, dhe nuk ka kthyer as, si ta them, në aspektin e korrupsionit të shtetarëve të lartë. Nuk po flas për korrupsion, ku dëgjon në aspektin e krimit organizuar që kanë marrë, flas vetëm për zyrtarët e lartë, për ato emra që ju i njihni shumë mirë sot, që unë po t'ju u them që janë nën procedim penal dhe jo nën hetim.
se në nënhetim mund të jenë 2000 veta, po në procedim penal dhe në procedim penal dhe në akuzë dhe në gjykim, dhe Lefter Koka që është dënuar për korrupsion, nuk është me vendim formës prerë për Elbasanit dhe Tiranën. Unë mendoj vetëm diçka. Ne mund të kërkojmë standarde. Pra, më falë edhe fjalin se Anisa Iliri dhe se mbarova. Sot, tek zyrtarët e lartë, nuk kemi as 1/10 e qatë 1/10, po ndoshta më pak të asaj që ne kemi paguar për ngretjen e kësaj strukture, që parat që janë hedhur për luftimin e korrupsionit, se kjo mund ngjelte edhe gjykata krimeve të rënda, mos siç ishte, edhe me krimin organizuar, nuk ishte pse merresh. Kur e kemi ngritur për korrupsionin, për veprën e korrupsionit, për zyrtarët e lartë, për t'i dhënë, e kemi ngritur dhe e paguajmë që përpos arrestimeve të na sjellin para në arkën e shtetit, të kapin armën e krimit që janë parat dhe nuk janë këto të tjerat, as 800.000 lekë, 1 milion lekë në xhep për Alfred Belerin, pavarësisht ti e di qëndrimet që kam unë për Alfred Belerin, apo dhe për zotin Gjici, apo për veprimet e zotit Gjici në një ambient publik, pra zyrë shteti, kështu që çfarë kanë sjellë ta? Me vendim formës për Ermal nuk kanë asnjë kacide që i kanë siguruar buxheti i shtetit për shkak të veprave të korrupsionit. Le bllokuara, të konfisuar se është tjetër gjë. Jam dakord me pjesën e standardeve, por sa herë që analizoj... Jo, standard është fakt. Jo, po thash me pjesën e standardeve se si është. Por në optikën time, ne duhet kuptojmë që në këtë vend nuk ka pasur ndonjë zbatim ligji, zbatim standardesh dhe jo, mos ta pretendojmë, mirë fal, ma lejo që ta mbaroj dhe pastaj ta them unë. Në këtë kontekst ne duhet të dimë ku ishim, ku jemi, ku do të shkojmë. Ku do shkojmë? Dhe ajo që kërkojmë neve është shumë e vërtet. Ke shumë të drejtë që ne kërkojmë standarde. Por ne dim shumë mirë që politikanët shqiptarë kanë vepruar me çdo lloj metodologjie për të shantazhuar, për të kërcënuar. Kanë mbledhur se ne diskutojmë vërtet ne i kemi dhënë miliona shqiptarët. Jo, po s'është kjo, nuk është kjo se i kemi dhënë miliona shqiptarëve. Ne i kemi dhënë, një sekond, të lutem. Ne i kemi dhënë miliona Spakut. Po më dëgjoj këtë do të them. Ne na kanë marrë miliardat politikanët. Po këtë do të them. Dhe neve tani ne kërkojmë nga Spaku. Nuk po na kthehet asgjë. Ne kërkojmë nga Spaku që përveç se kur atje të ketë dhe sekuestrime. Pra kjo është ajo që ne kërkojmë. Të një jetimi kur jo vetëm pronave që kam kapur këtë vilë të të politikanëve. Ku janë parë të parë. Ku janë parë të politikanëve. Tani të qëndrojmë edhe të kthehemi tek pjesa e temës. Shumë njerëz andaj të cilët, sepse çfarë ndodh? Spaku është paragjykuar jashtëmase. Para se të godiste Veliajn, dilte nga mëngjesi deri darkë përfaqësues të Partisë Socialiste, thoshte Spaku nuk guxon dot ta preki Veliajn, komandohet nga Veliaj. Kanë qenë nga mëngjesi deri në darkë. Është politik pastaj deklaratat politike. Por deklaratat politike ndikojnë tek opinioni publik. Patjetër. Dhe i vinin emrin e komandon Veliaj, opa, u godit Veliaj. Pastaj këtu Veliaj sot është në të njëjtën gjë që po në të njëjtën situatë. Spaku thoshi nuk e prek dot Belinda Balluku, nuk guxon dot ta thrasi. E thriti. Po. Dhe në kulturën time ne kemi parë që Spaku ka thritur shumë personazhe. Zoti Berisha as nuk e mendonte nëse ne i rikthehemi zhvillimeve politike të paraqitej në dyert e drejtësisë, as se mirëte mundimin. Dhe duke mos u paraqitur në dyert e drejtësisë krijonte aureolën e njeriu të paprekshëm, se kur si bën dot gjë ligji, çfarë do t'i bëjmë unë dhe ti nga këtu? E të flasim ne nga mëngjesi deri në darkë, thot ai flit se këtë punë keti. Po. Kështu që në këtë kontekst ne duhet të shohim se si do të vazhdojë. Procedura jo vetëm ndaj zonjës Balluku, po çfarë do të sjelli? Sepse zonja Balluku nuk është vetëm zonja Balluku. Zonja Balluku është Edi Rama. Si nuk ishte as Sametaj vetëm Arben Ametaj, po ishte Edi Rama. Për shkak se kryeministri delegon pushtet dhe tani e ka akoma më të dukshme, më të qartë, më publike, që me 83 mandate dhe me moton me Edin drejt Europës,
është ai njeriu që i merr vendimet dhe është ai njeriu që delegon pushtet. Unë kam vetëm një gjë dhe kjo nuk ka të bëjë me burimet e tua, por si e konceptoj unë. Unë mendoj që zonja Balluku vetëm në qoftë se i ka në një astë në mëngë mund të shantazhoj Ramën. Ndryshe, është e pa mundur që zonja Balluku t'i imponohet në këtë situatë kryeministrit Edi Rama. Dhe mendoj dhe diçka tjetër, që në qoftë se goditet zonja Balluku, ajo është njeri i cili përfaqëson interesa të shumt ekonomik. Pra sot nuk ka oligar që mos ketë bërë një rrugë, nuk ka oligar që mos ketë bërë mos ketë marrë një port, nuk ka oligar mos ketë marrë një tokë anës Bregdetit, po mund të ketë marrë dhe në mal, se ne nuk i dim as me këtë paketën e maleve kush do e marri. Dhe duhet kuptojmë që SPAK paralelisht me zonjën Balluku që jeton, ka marrë 2-3 asete të cilat, po i them asete në kuptimin e vlerave, ke Thuman Kashar, po jeton SPAK-u. Ke portin e Limjonit, po jeton SPAK-u. Në të dyja këto porte, ke oligarkë dhe njerëz të rëndësishëm, ke interesa. Dhe unë mendoj që SPAK po bën një punë, kjo është mendimi im pastaj, në deduksion të ngjarjeve, që kërkon t'i fusi në një rjetë, se po t'i kapi tek e tek, e ka të pa mundur. Pra do të bëj një lidhje zinxhiresh për të evidentuar çdo problematik. Tani, në qoftë se funksionon kjo rjeta, atëre... E kishin rjetën me Berishën, kishin rjetën me Velije, disa nga veprat i parashkruan, disa nga tjerat thonë që... Shko, Berisha sot është i pandehur. Thonë që ka... Jo, a the për këta klientët, biznesmenët e qeverisë. Biznesmenët klientë e qeverisë. E kishin pra, a del Bektashi edhe te Berisha dhe te Velije? Del. Por në hetim është Bektashi akoma. Po, dakord, mor, po... Në hetim gjëtë e të lirë. Burgun po e bëjnë tha. Në fakt, të njëri është korupcion aktiv, të tjetëri është pasiv. Pra e kuptoj thelbin asaj çfarë po mësua. Kështu do përfundoj edhe këta tjera. Të biznesmen tjerë, se qëllimi në fakt i SPAK-ut nuk është kapja e biznesmenëve që i kanë shkelur syrin qeverisëre. Thelbi është kapet politikani i cili ka bërë korupcion me biznesmenin. I ka thënë diçka për të marrë një pjesë, qoftë ky biznesmeni, për të marrë një punë, apo nëse puna është e ligjshme. Dhuratat janë personale, private, më kupton? Kështu që nuk mund t'i diskutojmë rrafshin që mund të bëjnë çfarë duan këta, por SPAK-u nuk e shef një krah, por nuk shef krahun tjetër. Disa biznesmen klientë qeverisë dolën me veprat, për disa vepra që kishin bërë për subjektet në fjalë që kemi përmendur tani, dolën me parashkrim. Vepra parashkruar. Pra, është bërë shpërdorimet e tyre për shkak të nenit viteve të ulta që ka si vepër, parashkruhet. Kështu që në kontekst, lufta ndaj SPAK-ut nuk ka qenë luftë kundër biznesit. Pavarësisht se janë marrë personazhe në hetim. Ke partin i biznesmeni përveç rastit të kontaktit që është janë marrë për Maltezi, sepse këta pretendojnë se ky Berisha ka bërë një ligj njëjtën si me zotin Meta. Ka bërë një ligj për të favorizuar një oligark për Metën. Ka propozuar një ligj për të favorizuar për të favorizuar dhëndrin e vet. Më fal, ore mund ta ketë bërë, duron. Jo, se kam marrë mund ta ketë bërë. Jo, po e mora vesh se kisha me ty. E them mund ta ketë bërë, po i them po mund ta ketë bërë, po atë si e vërteton mor, ana i gjej, sepse di pse them se vërtetojnë dot. Dhe kanë 10 muaj, një vit që vinë vërdall këta. Kur u lirua zoti Berisha? Në tetor? Mos gaboj? Tetor. Nga arresti i shtëpisë, as në detyrim paraqitur. 5 muaj para zero ose 4 muaj, se thash 5 edhe. Jo më shumë, tetor më ishte tetor. Tetor. Mos gaboj. Pra jo që në arresti i shtëpisë ka dhënë detyrim paraqitur. Sa muaj kanë kaluar që se marrin parasysh, pse nuk ka shkuar dosja e Berishës në gjykatë?
këtu t'jap drejt. Për këto shko... Më fal. Ilir Meta, sa ka në nëhetim, zotëria? Që do prisi 3 vjetë burg Ilir Meta I kishin quar materiale prapë ata. Pa të mund të rinjit, ore ata e qunë për gjykate dhe thanë, prisi se kemi e tërhoqën, kemi prapë... Nga ana proceduriale... Jo proceduriale, nga ana e ke prova, s'ke prova, vë. Qa të i thënë Metës, ti ke ndihmuar biznesmenin X, se ke bërë një ligj parlament, ore, tu po të hysh gjithë njerëzit, ta kemi thënë, unë me hy tani me bo muhabet me ty për njerëz që keti diku në origjinë, bo vakin, e së përse se dalim, jo vetëm ish familje, dalim kushuri, tani nuk mund të eci drejtësia mbi mjedisin e pare gjykimit, ose spekulimit që ti e ke bërë të, se ti e ke pas edhe këtë. Qofse këta do të vërtetojnë për rastin e zotit Berisha, për kontaktin, fjala vjen, për ndërtimin që në bërë atërë që ka profituar dhe këte ka bërë për dhëndrin, duhet në gjenë ministrat e linjës, qa ordri kanë dhënë, si e kanë dhënë, pse e kanë dhënë, kush si i ka detyruar Berisha, ku janë faktet që i ka detyruar Berisha, i ka shkruar, i ka quar email, i ka kërcënuar që do ta bësh, a kanë prova këta që... Po nuk më dënosh dikë për vendim kolegjal, unë besoj... Vendim, shko, ka diçka... Se s'ka sens logik. Vendim kolegjal është një pjesë, pastaj nëse ti ke përdorur gjithë mekanizmat për ta përshtatur të vendimi, sepse di çfarë ndodh thënë, të gjithë këta kanë mësuar këtë ilen e vendimit kolegjal. Të gjithë, edhe Rama me vendim kolegjal. Se kanë mësuar ilen, ashtu funksionon shteti. Ashtu funksionon, por duke... Këta kam, shko, Anëri, e di si është çështja se, nga që unë nuk jam jurist dhe nuk I kam hyrë thellë. Po, nuk kanë lënë dorë këtyre që ta kenë këta në dorë një person, një vendim. E kanë lënë dhe është kolegjal. Por ka diçka. Për shembull, për rastin që edhe s'dua t'i qëndroj shumë të zot. Ke transkripte që ai e merr ministrin e financave, zoti Berisha, dhe I thot, na duhet shpejt kjo gjë bëje brenda digës, shkel çdo gjë, çdo rregull që nuk është e lishme. Pra, këtu janë indicje. Po si e vërteton që e ka dash për Maltezin normal? Një sekond, gjë që kishokun ta, atë lutem, një sekond. Jo, më jo, nuk duhet të një sekond, prit pra tani. Ora I mund thot bëj shpejt se e du për fushat. A kupton, bëj shpejt se e dua për t'i mush mene njerëzit se unë po punoj për ta. Një sekond. Prokurori. Si e mush mene ti që e do të për Maltezin? Prandaj po them, prokurori shikon dhe shurton kush është njeriu që ka përfituar, shikon si ka ardhur situata. 10.000 veta. Dhe në qoftë se po janë një sekond, mor se nuk janë vërtet janë 10.000 ata dhe s'dua t'i mësoj shumë se kemi temën tjetër, po. Vërtet janë 10.000. Çështja nuk hyni çështje tjetër e kanë fjalën. O Andri, vërtet janë 10.000, po nga këta 10.000, këta 9.999 kanë përfituar nga 1 euro, ky një person ka përfituar 9.999 euro. Po le të lexoj diçka. Po. Alqi Bllako, gjykata shkallës parë, 4 vite, 2 vite, 2.8 nga gjykimi shkurtuar për korrupsion I pa dënuar në apel. Ergjys Qypri akuzat korrupsion në zgjedhje I pa dënuar. Ka dhe një tjetër për nxjerrjen e dokumentave por po e kap nga korrupsioni. Ilir Beqa, korrupsion, fshehje së pasurisë, shkeljes barizës në tendra dhe mashtrimit, pa dënuar. S'ka kaluar akoma në gjyq për këtë pjesë. Erion Velia akuza për korrupsion I pa dënuar, apo jo? Është akoma në burg në netim është. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi akuza marrëdhënien e dyshore korruptive me një biznesmen që spak në emër të cilit është marrë përsim në ndryshimin e ligjit të Konventit të Shqipërisë I pa dënuar. Pra po flas vetëm për korrupsionin, se ka dhe akuza tjera. Po s'po I përmend. Për shembull Ilir Meta me kryemin e madhin, pasim parashe, drejshë shetan. Sali Berisha korrupsion pasiv I pa dënuar. Fatos Tushe, fajtor për shpërdorim të tyre dhe limit të ndërtime pa leje. Ky është me vendim formës prerë. Po. S'ka korrupsion. Taulan Tusha, shpërdorim të tyre shkallë parë. Sajmir Tarish, shpërdorim të tyre. Po. Adriatik Lalla, I dënuar për fshehje pasurie. Po. Në spaku flas GKO-ja. Po. Kristian Shkreli, korrupsion në zgjedhje I pa dënuar. Me vendim formës prerë, por prapë është korrupsion në zgjedhje, jo korrupsion parash. Ky Shkreli është në hetim akoma apo është tjetër? Korrupsion në zgjedhje I pa dënuar. Ka marrë vendim. Ky për Kristian Shkreli. A është ky Vaudes apo është tjetër? Apo ka Jo, nuk është Vaudes. Okej. Redi Molla dhe Mariglen Qato, 5D-s. Korrupsion pasiv, mos deklarim pasurie, pastrim duket duket veprës penale. Po ky pa dënuar, Pietri nga GKO-ja, Valdrini nga GKO-ja është apo jo Valdrin Peti jo.
Më duket se ka qenë më përpara, mos gaboj. Thoma Gëllçi shpërdorim detyre, që përgjithë Strasburgu. Këto e kanë flas nga Gjokogoja. Arben Ahmeta akuza për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasuri, i pa dënuar. Fredi Beliri i dënuar 2 vite për korrupsion zgjedhor në vendim formës prerë, i ka për flagrancë. Ndoshta edhe pra në një gjyq ish ka qenë më i shpejt. Bangjysh Dako dënuar për shpërdorim detyre. Lefter Alla, shkelje së barazisë në tendera, shpërdorim detyre. Fran Tuci, shpërdorim detyre. Edison Memolla, korrupsion në zgjedhje. Po. Jo e formës prerë, e kanë dënuar me 1 vit burg, mos gaboj. Po. Po më duket e ka në apel ai akoma. Ka në apel pra, jo vendim formës prerë, të po të them. Shkallë parë, korrupsion në zgjedhje, ja korrupsion. Olta Gjashka, shpërdorim detyre, falsifikim dokumentash dhe pastrim parash. Pa dënuar, s'ka kaluar akoma. Gjykim. Rovena Voda, ushtrimi ndikimit paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Po. Ajo arkëve të peshkut. E di. Alta Klosi, mos deklarim dhe mos justifikim pasurisë, asaj që u gjetën që i vodhi pastrusja. Mos deklarim dhe mos justifikim pasurisë. Lefter Koka, dënuar në shkallë parë me 6.8 vite burg për incenatorin e Fierit, të Elbasanit, për Tiranën 2 vite burg, pret për Fierin që ishte ai ngërçi që thash pastaj që gjykata vlerësoi që ky edhe pse ka kaluar afatin e paraburgimit mos dal gjendje të lirë, asnjë nga 2 vendimet nuk ka marrë formë të prerë në apelin e posaçëm. Biznesmenët në dosjet e SPAK korrupsion aktiv i parashkruar. Raimonda Dashi, ish drejtoresha kadastrës Durrës, pastrim parash. Me banda kriminale, thuaj. Me njerëz të inkriminuar. Fatmir Mediu, akuza shpërdorim detyre. Gjona. Po gjej, po shkoj këto. Erion Isaj, akuza shpërdorim detyre, shkelje barazisë në tendera. Plaren Dreca, shkelje e barazisë në tendera. Evis Breberi, korrupsion dhe pastrim parash i pa dënuar. Benet Beci, shkelje e barazisë në tendera. Kryebashkiaku pastaj i Tiranës pretendon se po i bëhet një gjyq, ka 9 dosje për korrupsion, që t'i kthejmë i velijet, ka 9 dosje për korrupsion dhe është ende nuk ka kaluar në gjykim. Pra, Ermal, nga gjithë këto që përmenda mund të kemë harruar, nuk e di Shukriu, besoj ka u dënuar nga prokuroria, se dhe ajo kap Shukriu, e mbamën Kryebashkiakun. Po, nga prokuroria e zakonshme, mos gaboj. Pse këto janë të paktën nëse ke ndonjë tjetër, Jo, nëse keni një personazh tjetër që mund më kujtosh që kanë qenë subjekti SPAK-ut, ma thuaj dhe ta analizojmë. Pra, për korrupsion në zgjedhje, Fredi Beleri i ka për flagrancë dhe korrupsion nga shpërdorimi i detyrës që dënoi gjykata shkallës parë, e bëri korrupsion ndoshta për statistik apeli Safet Gjicin për marrëdhënie intime në zyrë. E si kishe premtuar asaj se do ta marrë edhe atë punën tjetër. Këto janë besoj se s'kemi që... Ore, këto janë. Problemi është se në 4 apeli krimeve të rënda e kanë dënuar në shkallë të parë Shukriun dhe në atë kohë, akuzën në shkallën e parë ishte ajo korrupsionit pasiv. Deklinimit pa fashëm krimeve të rënda. Pas këtyre kërkesave dhe vendim për lirimin e Kryebashkiakut e ka dënuar Kryebashkiakun e ka heq nga korrupsioni pasiv, e ka dënuar korrupsion pasiv funksionarëve, akuzohet për akuzë korrupsion pasiv funksionarëve jashtëtetore ose zgjedhje vendor. Kjo s'ka të bëjë me gjykokon, por gjithsesi për kuriozitet, por për akuzën e marrëdhënies seksuale homoseksuale duke shpërdoruar detyrën. Mbetur në tentativë, se faktikisht ishte në tentativë. Tani, në 6 vite SPAK Ermal, nuk kemi para gjykundi. Korrupsion, nuk kemi gjykundi. Vendim formës prerë. Për sa kohë nuk është vendim formës prerë, janë të pafajshëm. Se unë t'i lexoj kush janë për korrupsion. Po e korrupsion zgjedhore nuk e quaj fare. Pra raste më flagrante janë Lefter Koka, Alçi Bllako, Erion Veliaj, Ilir Beqaj. Edhe Ilir Beqaj që e futën për sterilizimin akoma, se ai tjetra. S'ka dalë se ai akoma është në tim. Asnjëherë pas tjetër, më flas që i rëndojnë akuza korrupsion të rënda. Berisha nuk është Ilir Meta, mos gaboj, me korrupsion dhe pastrim parash. Se nuk po të thash dirë, këto krimin zgjedhor. Ameta i për çfarë është? Edhe Ameta për korrupsion.
Pra janë këta që ende do si thuj edhe sot që flasin Po, që gjykata duhet përshpejtoj prezumojnë, jo ma duhet të zbatojnë procedurat, më nuk them të përshpejtojnë, se nuk është për ndikim. Ore, për momentin ata janë produkti. Ore, nuk kemi produkt. Shumë dakord jam me këtë nuk se si ta analizojë një si thuash ndërmarrje kur unë s'kam produktin. Jam shumë dakord për këtë pjesë. Por në një anë është që ata të nxjerrin këtë lloj pra gjëkoja të dalim me një vendim duke respektuar gjitha, dhe në anën tjetër është i vetmi produkt që unë shikoj që tashmë politikanët shqiptar kanë frikë. Dhe kjo për mua është shpresdhënëse. Sepse në Shqipëri... s'po them të vasim shpresën, unë po them përmirësojmë kushtet e praktikës. O, në këtë, ne kur analizojmë pra... Po këtë po them... Heqim spakun të them këta. Ore, nuk po them gjë, por po them që në optikën time, me gjithë të problematika, nuk ka ndodhur kur që politikanët shqiptarë ndjeshin kaq shtrembur. Dhe nuk ka ndodhur kur që politikanët shqiptarë të mekeshin. Nuk ka ndodhur kur që politikanët shqiptarë të dilnin serioz nga dyert e spakut, sepse më përpara shikoja kur vinin në ato gjyqjet më përpara dilnin qeshur, a thua se ishte parada aty, jo. Dhe në këtë kontekst, mbase spaku unë e kam thënë shpeshherë, po të hysh me përgjetur defekte, problematika i qenë sa duash. Por e ka dhënë një impakt, i ka dhënë një shpresë shqiptarëve që këtu, në qoftë se ka vullnet dhe zbatohet ligji, politikanët s'mund t'jenë më zotë të këtij vendi dhe fillon të funksionon apo të marrë frym. Arben Prifti na korrigjon, thot nuk kthimi prona ka përfituar jo 10.000, se unë thash 10.000, po janë mbi 500.000, unë e thash 10.000 e zem kod për treguar që ishin shumë. 500.000 shqiptarë nga ligji i VKM-s Berishës. Pra në 500.000 shqiptarë që mund t'jenë nuk e di se sa familjar. Nuk është fort kështu se... Po mimas, besoj t'jenë 500.000 që kanë qenë pronar, po ta them që... Nuk është kjo pjesë është. Jo, thot shqiptarë në mas. Ne po themi për familjar. Ajo, do më thëmë, po t'i hymë me detaje, asaj çështja, ajo çështje shumë e komplikuar. Por unë nuk dua, tani, aty është shkarkuar një general, anëri. Ore, se Iliri bën një pyetje provokuse, aty është shkarkuar një general. Mjafton ta marrësh ta pyesësh atë pse u shkarkua ai dhe e zbulon të gjitha. E ka thënë, i ka vajtur në gjykata, i ka folur pse më shkarkuan. Më nuk është kjo panorama, prandaj po them nuk as është interesi jon sot që të flasim për atë çështje. Ore, shpërdorim detyre më prap. Nuk ka lidhje korrupsioni se ka shkarkuar atë. E ka shpërdoruar detyrën, favorizim në tendera, favorizim në VKM. Por nuk është korrupsion, pra ka tem tjetër shpërdorim detyre. Dakord, por aty nuk do më thënë aty se çfarë hulumtohet është e pafundme. Ore jo më vllai që ai ka bërë një ligj për dhëndrin e vet, për fituar ai, nuk quhet korrupsion, ai si ka marrë para dhëndrit. Ai thjesht ka thënë do për shqiptarët po dhe për veten. Po, okay. Kështu që quhet shpërdorim detyre. Shpërdorim detyre, funksion të dhëndrit. Nuk flas për korrupsionin në përparat. Ne duhet bëjmë dakord, jemi vjedhur si jemi vjedhur o vlla. Ne duhet bëjmë dakord, na kanë marrë para, asa kanë marrë para. Po ja kështu ne kanë marrë para tani. Ca ne kanë marrë nga fondet publike, ca ne kanë marrë kështu. Ca ne morën politikanët, neve ngelem me gishtin në gojë. Kjo është fati keq i një vendi se Spaku ka marrë njëse për të bërë një detyrë. Një thot Arbeni shef kur njerëzit janë të vëmendshëm se kemi thënë 100 herë. I bie thot që edhe Berisha kur rriti pensionet e ka rrit për lirin, për bashorten. A kupton se vetë Berisha s'del kur. Ai nga që këta përfitojnë pension posaçëm, s'kan lidhje me pensionet fare. Jo, thot në konceptin e VKM-s i bie që Berisha të bëj burg dhe sepse i rriti pensionin liris. Jo, është e njëjta gjë ajo. Pa. E mirë, po e divulgojmë pak. Në këtë kontekst është, tani besoj që ikime edhe diskutojmë diçka, presim mos na vjen Marsidi që bëjmë një hyrje për diskutojmë për çështjen e nëse nuk na dyshen agjendat për jo vetëm për Velien, po edhe mund na dalë balloku nga spaku. Po, mirë, më çështje bashkë janë ato ty diskutimet. Do e mbyllësh. Të dashur miq, mos u largoni, do rikthehemi pas pak përsëri këtu në Antena Televizion.